duke në i thonë se këto të cilët janë hoxhallar, këto nuk janë bash hoxhallar, këto të cilët janë hoxhallar, këto po bajnë përqarje popullin e vetë. Në asnjëherë s'kemi bë përqarje, na vazhdimisht drejtsinë e kemi tregu, vazhdimisht juve ja u themi hakun, ja u themi të bardhën dhe të zezën zez, ja u tregojmë halallin dhe ja u tregojmë haramin. Mirë po kur një popull mundohet ban zullum dhe të ban haram, e ti ja tregon se kjo punë është haram dhe është zullum, dikujna kjo nuk i pëlqen, se dikush ka qef në Kosovë, dikush ka qef në shqiptari dhe të muslimanët për hapët sa ma tepër, sikur se është për hapën alkoholi, është për hapën droga, është për hapën prostitucioni, janë të përhapëra shumë punë të këqija, e nësi hoxhallar nuk mujmi munal e mi thonë popullit tonë se ju vazhdojni me alkohol, vazhdojni dhe me bizneset e rakis, vazhdojni me bizneset e drogës, vazhdojni me bizneset e prostitucionit, kretë këto punë janë gjunahet mdoja në fejnë tonë, e kur një hoqë mundohet dhe e këshillon popullin e vetë, aj po del se është ekstremist, po del se është terrorist, po del se aj ban përqarje dhe ka gjuhën e rrep të ureqes, mirë po asnjëherë s'kemi dëgju prej muslimanëve, sidomos na që jemi avam dhe popull, asnjëherë na të tjetrin nuk e kemi shoh, e halo ma tepër hoxha nuk ka shoh dhe nuk ka përqa. Sidomos s'kemi dëgju na prej muslimanëve se dikush ka thonën se në Kosovë nëse janë 2 milion popull, 1.900.000 themi se janë musliman, ndoshta janë 100.000 janë katolik. Askush prej shqiptarëve s'ka thonë se çato katolik duhet mi vra dhe mi rrepën sepse ato janë qenë. Mirë po, një prift dhe një pop me emrin Anton Pqira, para disa kohrave, aj me një tubim prej tubimeve në Amerikë, çka ka thonë për neve? Ajo kon pop. Edhe çka mendon ai për këtë shqiptari, ai ka thonë nuk kish bon keq Miloševiqi, të kish ardhën në Kosovë, e ti kish vra dhe ti kish rep 1.900.000 qej. 1.900.000 qej me rruza dhe me bisht. Këtë fjalë ja u ka thonë 1.900.000 shqiptarëve musliman i ka bo qenë dhe ka thonë nuk kish bo keq ki Miloševiqi, ti kish rep dhe ti kish vra, sikur si i ka repën në Srebrenicë. Ky njeri është i lirë në Amerikë. Ky njeri nuk burgoset, ky njeri nuk arrestohet. Pse? Sepse ai nuk ka thonë Zoti jem është Allahu. Kurse ti e ki thonë fjalën Zoti jem është Allahu, e para duhesh me qëndru dhe me bë sabër, sepse për ti e ka miqde, për ti e ka miqde këtë dunja dhe do të ketë miqde edhe në ditën e Kiametit.